Mirëmbrëma, ju ftojmë të ndiqni lajmet për ngjarjet kryesore në vend, rajon dhe në botë. Në bazë të rezultateve paraprake, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka nxjerrë lëvizjen vetëvendosje fituese të zgjedhjeve me mbi 49% të votave, e cila pasohet nga PDK, LDK dhe AK, ndërsa Nisma Social-Demokrate nuk e ka kaluar pragun zgjedhor. Kryetari i vetëvendosjes, Albin Kurti, ka shprehur gatishmëri për bashkëpunim brenda parlamentit, ndërsa partitë tjera kanë thënë se do të fillojnë reformat për shkak të rezultatit të tyre zgjedhor. Sipas rezultateve preliminare të publikuara nga KQZ-ja, lëvizja vetëvendosje ka thelluar rezultatin nga zgjedhjet e 9 shkurtit duke fituar rreth 49.30% të votave, e pasuar nga PDK-ja e cila ka arritur ta ruaj votën e saj me një ngritje të lehtë me rreth 21%, ndërsa LDK-ja ka rënje të theksuar të mbështetësve të saj duke arritur të i fitojë rreth 13.60% për dallim nga zgjedhjet e 9 shkurtit, kur kishte fituar rreth 18%. Ndërsa AAK-ja pothuajse ka arritur të ruaj votën e saj, duke siguruar rreth 5.70% të votave, por Nisma e cila në legjislaturën e kaluar kishte 3 deputet. Në këto zgjedhje nuk ka arritur ta kalojë pragun zgjedhor, duke siguruar vetëm rreth 2%. Nga rezultati i zgjedhjeve të së dielës, partitë politike kanë thënë se e marrin përgjegjësinë e tyre. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti pas fitores ka ftuar partitë politike për bashkëpunim brenda parlamentit, për dallim që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit kishte përdorur gjuhë jo të përshtatshme ndaj partive të tjera. Ftoj nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza në një konferencë për gazetarë gjatë ditës tha se kishin pritur rezultat më të mirë nga zgjedhjet e së dielës, por siç u shpreh do të jenë të gatshëm për bashkëpunim për interes të Kosovës. Gjithçka që është në interes dhe në dobi të Kosovës, Partia Demokratike jep kontributin e vet. Sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe kalurëm i kemi votuar marrëveshje ndërkombëtare, gjitha ato që janë dobi dhe në interes të Kosovës e qytetarët të Kosovës. Ndërsa në LDK quajtën rezultatin e zgjedhjeve jo të mirë. Prandaj kryetari i këtij subjekti politik Lumir Abdigjiku tha se do ta marrë përgjegjësinë duke lënë të hapur mundësinë e dorëheqjes. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të rras menjëherë kuvendin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe para tij do të shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. Ndërkohë, kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj përmes një reagimi gjatë ditës tha se e pranojnë rezultatin, por është skeptik nëse ai i zgjidh shqetësimet e qytetarëve. Rezultati i këtyre zgjedhjeve e zgjidh ngërçin institucional, por kam frikë se nuk i zgjidh problemet e shqetësimit të qytetarëve. Kosova do të dobësohet në planin e brendshëm e të jashtëm e do të fitojnë armiqtë e saj. Rezultati është ky që është dhe ne do të respektojmë votën e qytetarit, por dhe do të reflektojmë për proceset tona të brendshme. Analisti politik Lutfi Bilali vlerëson se rezultati i zgjedhjeve të së dielës e ka hapur rrugën për formimin e qeverisë së re, por është skeptik se mund të tejkalohet edhe sfida për zgjedhjen e presidentit të ri. Sipas tij, institucionet e reja duhet të formohen sa më shpejt përmes një bashkëpunimi midis partive politike. Në këtë rast VV-ja do të tenton besoj të sjellë një kualitet duke di sa ka kualitete për brenda, por besoj që është një përgjegjësi. Nuk do thotë që fitoria çdo herë është edhe mollë e ëmbël. Opozita ka nevojë të reformohet thellësisht dhe mendoj që për formimin e institucioneve tani është vetëm e hapur rruga për krijimin e qeverisë. Do jetë problematike pastaj çështja pak a shumë me marrësit për zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Ndërkohë pritet që të numërohen edhe votat e diasporës dhe ato me postë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë ka sqaruar afatet kohore lidhur me përfundimin e procesit të verifikimit të rezultateve dhe numërimit të votave për deputet në qendrat komunale të numërimit. Zëdhënësi Valmir Elezi tha se nëse nuk përfundon numërimi i votave deri më 31 dhjetor në orën 12, atëherë puna do të vazhdojë më 1 janar në orën 16. Zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka dhënë detaje lidhur me procesin e verifikimit të rezultateve dhe numërimin e votave për deputet në qendrat komunale të numërimit.
Ai ka sqaruar se afatet për përfundimin e këtij procesi varen nga dinamika e punës në secilën qendër, duke theksuar se jo të gjitha qendrat kanë numër të madh votash dhe disa mund të përfundojnë më vonë për shkak të festave. E para, sa i përket do të thotë kohës së saj duhet KQZ-s për të përfunduar verifikimin e rezultateve dhe numërimin e votave të kandidatëve për deputet. Kjo varet nga dinamika e punës që zhvillohet në çdo qendër komunale të numërimit. Secila prej tyre ka natyrisht jo të gjitha ka numër të madh të kutive të votimit, sepse kjo varion varësisht nga lista e votuesve dhe numri vendvotimeve që kanë qenë të hapura në një komunë të caktuar. Natyrisht se komuna e Prishtinës, Prizrenit apo Ferizajt janë ndër komunat më të mëdha të vendit që sigurisht procesi i verifikimit dhe numërimit zgjat më shumë sesa në komuna ku ka pasur vetëm 10 vendvotime. Elezi foli edhe për procesin e tërheqjes së pakove me fletvotim jashtë Kosovës, duke thënë se ato do tërhiqen deri më 2 janar ose deri më 5 janar nëse postat nuk punojnë për shkak të festave. Sa i përket procesit të tërheqjes së pakove me fletvotime nga votimi jashtë Kosovës, duke pasur parasysh që jemi në kohë festash, në bazë të një plani të miratuar nga ana e KQZ-s, tërheqja nga kutitë postare do të bëhet deri më datën 2 janar. Dhe në rastet kur në shtetet të ndryshme mund të ndodhë që të ketë festë dhe nuk punojnë kutit postat e atij vendi, atëherë tërheqja do të bëhet në ditën pasuese të punës që i bie deri më datën 5 janar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve siguron se ky proces do të zhvillohet në mënyrë transparente me monitorim të plotë nga vëzhguesit për të garantuar besueshmërinë e rezultateve për qytetarët dhe institucionet e vendit. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas dhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos kanë lëshuar një deklaratë përbashkët pas zgjedhjeve parlamentare të Kosovës që u zhvilluan të dielën. Ato vlerësuan pjesëmarrjen e lartë dhe angazhimin e komuniteteve në procesin zgjedhor, ndërsa thanë se presin që qeveria e re të formohet shpejt për vijimin e bashkëpunimit dhe lënien pas të ngërçit politik të shkurtit të këtij viti. Kallas dhe Kos i bëjnë thirrje e Parlamentit Kosovës që sapo të formohet ratifikojë marrëveshjet lidhur me planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor për të shfrytzuar plotësisht mundësitë e tij. Po ashtu, zonjat Kallas e Kos theksuar rëndësinë e normalizimit marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, duke kërkuar zbatimin e detyrimeve që vijnë nga dialogu i përbashkët. Pas fitores në zgjedhjet e djeshme, Albin Kurtin e përgëzuan krerë të shteteve në rajon, por edhe kryetar partishe diplomat ndërkombëtar. Kryeministri shqiptar Edi Rama kërkon që mandati i konfirmuar i Kurtit të kthehet në sukses e mbarësi për Kosovën. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka uruar Albin Kurtin për fitoren në zgjedhjet e parakohshme të mbajtura të dielën në Kosovë. Ai ka thënë se uron që mandati i ri do të kthehet në mbarësi për Kosovën dhe marrëdhënie vllazërore mes dy shteteve. Edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka uruar Albin Kurtin për fitoren në zgjedhjet e së dielës. Urime Kosovë, urime Albin Kurti, qytetarët e Kosovës shprehën vullnetin e tyre demokratik për institucione të reja që do të qeverisin vendin. Uroj dhe besoj që kjo vot të shndërrohet në përgjegjësi institucionale për t'i dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj një të ardhme të begat, të drejtë dhe evropiane, ka shkruar Begaj në Facebook. Kryetari i Partisë Shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, ka uruar lëvizjen vetëvendosje dhe Albin Kurtin për fitoren në zgjedhjet e parakohshme në Kosovë të mbajtura të dielën. Në një postim në Facebook, Ahmeti ka thënë se Kosova ka nevojë për stabilitet, zhvillim dhe vizion të qartë shtetëror. Ai tha se dëshiron që Kosova të ecë përpara dhe t'i forcojë aleancat me SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Kurti është uruar po ashtu edhe nga koalicioni shqiptar Vlen në Maqedoni të Veriut. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Teras ka thënë se rezultati i zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë duhet t'i jap fund bllokadës politike që i ka kushtuar vendit miliona euro nga fondet e Bashkimit Evropian.
rezultatet e zgjedhjeve të Kosovës duhet japin fund blokadës politike që i ka kushtuar vendit miliona euro të fondeve të BE-s. Kryeministri Albin Kurti tash ka një mandat të qartë dhe një përgjegjësi për të qeverisur në mënyrë më pragmatike, ka shkruar Teras në platformën X. Ambasadori Gjerman në Kosovë, Rainer Rudolf, ka uruar qytetarët e Kosovës për zhvillimin e zgjedhjeve të qeta dhe demokratike. Në një postim në rrjetin social Blue Sky, ai ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim me institucionet e reja që do të dalin nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Presidentja Vjosa Osmani synon edhe një mandat tjetër në këtë pozitë. Ajo ka thënë se po pret për formimin e institucioneve të reja, ndërsa paralajmëroi bisedime për mbështetje të kandidaturës së saj. Do të bisedojmë me të gjitha partitë shqiptare, do të duhet që të ulemi të diskutojmë dhe të shihet nëse do të dëshirojnë që të dëgjohet vullneti i qytetarit, i cili është i qartë. Në shumicën ndërmuese të matjeve shihet që diku 81% të qytetarëve dëshirojnë një mandat të dytë për mua. Do të shohim nëse deputetët dëshirojnë një materializim të këtij vullneti, ndërsa si ka theksuar ajo, do të vazhdojë angazhimin tim politik. Në konferencën përmbyllëse për mediat këtij viti, Banka Qendrore e Kosovës, krahas prezantimit të projeksioneve ekonomike dhe vlerësimeve për inflacionin, ndau edhe çmimet vjetore për shkrimin dhe raportimin gazetaresk në sektorin financiar dhe çmimin për ekonomistin e ri. Çmimi i raportimi më i mirë i transmetuar në televizion ju dha kolegës tonë Gjulshahe Beqira Ibrahimi për kronikën stabiliteti financiar mes statistikave dhe realitetit të përditshëm. Në konferencën përmbyllëse për media të këtij viti, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, ka bërë të ditur se ekonomia e Kosovës pritet të mbyll vitin me rritje prej 3.9%, ndërsa inflacioni pritet të jetë rreth 3.8%. Sa përket indikatorëve makroekonomik të vendit, ne presim që viti të mbyllet me rritje prej 3.9%. Këto janë projekcione që dalin nga Departamenti jonë për stabilitet, për analiza financiare dhe stabilitet. Ky është në linjë me aktivitetin ekonomik që deri në gjysmën e parë të këtij viti u rrit me 3.8%. Ne parashikojmë që vitin 2026 rritja ekonomike të shkojë në 4.1%, që është e mbështetur kryesisht nga konsumi privat. Sa i përket inflacionit, ai ka thënë se këtë vit pritet të mbyllet me 3.8%, duke theksuar se pritet të zbutet në 3.4% për vitin e ardhshëm. Ismaili ka deklaruar se rritja e çmimeve këtë vit është nxitur kryesisht nga ushqimi në përputhje me trendet rajonale dhe evropiane. Sa përket inflacionit, sipas të dhënave deri në muajin tetor, inflacioni në Kosovë ishte 3.6%, ndërsa pritet që të mbyllet viti me rreth 3.8%. Për vitin 2026 ne presim që inflacioni të zbutet në 3.4%. Rritja e inflacionit u nxit kryesisht nga rritja e çmimeve të ushqimit, po që janë gjithashtu në linjë me dinamikat rajonale dhe evropiane. Në aspektin e bilancit të pagesave, guvernatori Ahmet Ismaili ka bërë të ditur se deficiti është zgjeruar nga 5% në 7% të GDP-s. Shifet që në vitin 2025 ka pasur një zgjerim edhe më të tjeshëm të bilancit në kuptimin e deficitit, nga 5% e GDP-s në 7% e GDP-s. Në grafin e dytë, importi i madrave, pra eksporti shifet që ka pas një ngadalësim në vitin e fundit, krahasim me 2 vitet përpara, ndërsa importi ka vazhduar një ritëm të rritjes, kurse një sektor që po performon mirë është eksporti i shërbimeve, ku shifet që rritja është dyshifrore, pra mes 13 ose 14% rritje për vit, kurse importi i shërbimeve ka trend rënës. Guvernatori Saliu foli edhe për shtrirjen e institucioneve financiare në 4 komunat veriore të vendit. Këtu paraqitet sa ka qenë prezenca dhe sa është sot në institucionet financiare në 4 komunat më veriore të vendit. Kjo veçanërisht për të qenë linjë me zotimin që ne kemi pas për shtrirjen e institucioneve financiare në vendet ku nuk kanë qenë të mirë të mbuluara ose kanë qenë pak të mbuluara me shërbime financiare. Pra nga 4 banka sot janë 12 banka, 12 degë bankare prezente, që janë 3 fish, nga 2 mikrofinanca në 3, nga 1 kompani sigurimit në 4, nga 10 jo banka në 31. Me një fjalë numri nga 17 ka kaluar në 30. Banka Qendrore e Kosovës me këtë rast ndau edhe çmimet për gazetar.
shkrim dhe raportim në gazetari për sektorin financiar dhe çmimin për studentët, ekonomisti i ri. Çmimi, raportimi më i mirë i transmetuar në televizion, ju nda gazetares së Radio Televizionit 21, Gjulshahe Beqira Ibrahimi, për kronikën Stabiliteti financiar me statistikave dhe realitetit të përditshëm. Ndryshe, gazetaria Gjulshahe Beqira Ibrahimi ka më shumë se një dekadë që realizon emisionin javor Startup, nëpërmjet të cilit trajton tema dhe problematika të cilat prekun ekonominë e vendit. Ky aktivitet, sipas BÇK-s, synon të nxjisë raportim cilësor për ekonominë dhe të mbështesë zhvillimin e të rinjve në fushën e ekonomisë dhe financave. Fondi i kursimeve pensionale i Kosovës deri më 24 dhjetor 2025 e ka akumuluar një kthim bruto nga investimet prej 312 milion euro për këtë vit. Mes për vitin 2024, kthimi bruto nga investimet ishte rreth 244 milion euro, rezulton se vetëm në 2 vjetët e fundit, FKPK-ja ka akumuluar kthim bruto nga investimet prej rreth 556 milion euro. Drejtori menaxhues i këtij fondi, Adrian Zalli, dhe kryesuesi i bordit, Emanuel Bajra, vunë pa rënien e tregjeve financiare pas tarifave të presidentit Trump, strategjinë afatgjate të investimeve, ndarjen e rrezikut sipas grup moshave, si dhe përpjekjet institucionale për ruajtjen e performancës, uljen e tarifave dhe menaxhimin e qëndrueshëm të aseteve të kontribuesve. Kjo është, si më thonë, ndarja e rreziqeve për portfolio sipas grup moshave të njëjtë. Do të thonë dikush mund të marrë më shumë rrezik për shkak të moshës më të re, edhe është më gjatë në institucion, kurse ata që ofër pensionimit për ta rrezikshmëri është gati zero. Tregjet financiare janë historikisht ose nga natyra të paparashikueshme. Do të thonë del një tarifë e paparashikuar edhe natyrisht tregjet reagojnë kundrejt asaj që reaguan më i shkurt mars. Mirë, po mandej me kalimin e kohës kur shikon me fat gjatë, natyrisht gjithmonë, edhe kjo është, si më thonë, strategjia jonë investuese. Ne nuk investojmë, thonë, për vitin pasues. Strategjia jonë është strategjike, në sens që është 5 vite të tutje, nëse shikoni edhe strategjinë që e kemi të publikuar në përfaqe, është diçka që e kemi të sistemuar si të tillë. Emanuel Bajra, kryesuesi i bordit të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës, u ndal në disa detaje mbi sfidat dhe punën e institucionit që drejton, duke theksuar vështirësitë e operimit në një ekosistem me mandate jashtëzakonisht pasive, por edhe përpjekjet për të ruajtur performancë dhe menaxhim të qëndrueshëm. Nëse keni vrejt tarifat tek tarifat, për shembull, kemi reduktim të tarifave, rritje të aseteve, reduktim të tarifave edhe performancë të mirë. Dhe më thonë është një kombinim që është dash bukur punë më bo. Tu e luftu inflacionin, tu e luftu pasigurin, tu e luftu gjithsesi edhe atë sensin që kontribut dhënë si Kosovar meriton më mirë më shumë. Edhe unë po besoj që në pozicion tarifa investuese për shembull janë 0.30%, përderisa operacionale 0.027%. Do të thonë historikisht më të ultat që kanë ekzistuar ndonjëherë. Me një menaxhim buxhetit shumë prudent, edhe me një, si themi, fokus, jo vetëm i bordit, por edhe ekipit menaxhues të fokusuar tek performanca. Mos harrojmë se si institucion historikisht e mbartim qatë mandat dhe e kemi për detyrim, por nganjëherë duhet me dalë edhe jashtë likurës tënde, në mënyrë që, siç e thash më herët, është shumë e vështirë me operu me një sistem ose me një ekosistem unë e quaj, ku je i pozicionuar me mandat të jesh pasiv, përderisa këtë kohën je i preokupuar që ky pasiviteti ndoshta me disa taktizime të vogla mund të arrit pak dinamikën. Edhe kjo është rezultat. Përfaqësuesit e fondit të kursimeve pensionale të Kosovës theksuan se luhatjet e tregjeve financiare nxitura nga faktor të paparashikueshëm global kanë ndikuar edhe në investimet e fondit, por me një rënje dukshëm më të ulët krahasuar me tregjet ndërkombëtare. Ata nënvizuan se strategjia investuese e trustit mbetet e orientuar në afat të gjatë me menaxhim të kujdesshëm dhe rrezikut sipas grup moshave, ulje të tarifave në nivel historik dhe fokus të vazhdueshëm në mbrojtjen dhe rritjen e kursimeve të kontribuesve, pavarësisht sfidave ekonomike dhe pasigurive globale.
Alianca Kosovare e Bizneseve tha se sektori privat ka marrë goditje të rëndë nga shtrejtimi i energjisë elektrike, e cila ndikojnë në ulje të prodhimit, reduktim të vendeve të punës dhe largim të bizneseve nga Kosova. Vlerësimet u bën në përmbledhjen vjetore për vitin 2025, me çrast të vunë pa dhe sfidat me të cilat u përballën bizneset gjatë këtij viti. Kosova po përmbyll vitin me çmime të larta të produkteve ushqimore, inflacion të lartë dhe rritje të ulët ekonomike, tha kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shahini. Ai tha se sfidë kryesore gjatë këtij viti ishte energjia elektrike. Prandaj sfidë metet ende energjia elektrike edhe për vitin 2026, e cila përkundër vendimit të Gjykatës Supreme, ky vendim ende nuk po zbatohet nga zërëja. Shpresoj dhe besoj që Kuvendi i Kosovës tashmë do të konstituohet shpejt, komisionet parlamentare do të merren seriozisht me këtë problem dhe ekonomisë do të jepet drejtim i duhur. Aleanca e Bizneseve ka theksuar se rritja ekonomike gjatë vitit 2025 ishte mesatarisht 3.5%, ndërsa produktet e konsumit shënuan rritje në një mesatare prej 18%. Sipas tyre, shtrenjtimi dhe rritja e ulët ekonomike do të duhej të ishte sinjal për institucionet. Importet shënuan rritje të madhe dhe shënuan edhe importet konsum të produkteve të huaja. Prandaj, në të kundërtën, ne gjithmonë kemi tentuar që të arritëm vetdijen konsumuese të bizneseve dhe qytetarëve për konsum prodhime vendore, kjo prapë se prapë ne mbesmi konsumatorët më besnik të produkteve të huaja në krahasim me produktet tona. Deficiti tregtar është i madh. Në këtë konferencë u theksua dhe nevoja për krijimin e një strategjie kombëtare që ka për synim promovimin e produkteve vendore, fuqizimin e prodhuesve dhe rritjen e eksportit. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.